Shqipëria shënon një moment historik në sektorin veterinar me hapjen zyrtare të Vet Hospital Tirana, spitali të parë më të madh për kafshët në vend, që vendos standarde të reja në të gjithë rajonin e Ballkanit. Ky projekt vizionar është fryti i përkushtimit dhe ëndrrës së 4 mjekëve veterinar: Emra Aslan, Erko Prifti, Martina Slani dhe Marvin Braja, të cilët kanë punuar si partner për më shumë se 9 vite, me synimin që një ditë të ndërtonin spitalin më të madh për kafshët shtëpiake në rajon. Ceremonia e inaugurimit u mbajt në ambientet e spitalit, ku morën pjesë personalitete të rëndësishme nga fusha e veterinarisë, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe figura të njohura publike. I pranishëm në këtë event, kryeministri i vendit Edi Rama foli për rëndësinë e hapjes së këtij spitali, si dhe falenderoi mjekët për përkushtimin e tyre. Është një destinacion sipërmarrje dhe optimizmi për jetën dhe për të ardhmen. Dhe në fund duhet shpreh mirënjohjen edhe për kontributin që shkon shumë përtej kafshëve, qenve, macave dhe familjarëve të tyre i quajnë umbullit, po. Që është një kontribut për shoqërinë, është një kontribut për qytetin, kryeqytetin, është një kontribut për brezat që vinë pa diskutim. Kjo nuk është thjesht një strukturë spitalore, është një stres sigurie, një vend ku shkenca takohet me dashurinë, tha për News 24 Dr. Marvin Braja. Kjo është ëndra jonë, neve kemi filluar nga fillimi. Kjo është një nga spitalet, mund të themi, më të bukurit në botë, pa diskutim fare, por është edhe nga të vetmit në botë që është filluar që në gjenezë, që në fillim fare si spital veterinar. Domethënë, çdo material i përdorur këtu është me kushte speciale, safe për qenë dhe për macet, edhe gjithë pjesa e organizimit nuk ka asnjë lloj faktori që të kemi cross kontaminim, do të thotë që është i mirëfillt spital veterinar. Vet Hospital Tirana ofron një gamë të gjerë shërbimesh, përfshir kirurgji sterile, emergjencë 24 orë, reanimacion, stomatologji dhe terapi inovative për kafshët. Me këtë investim të ri, Vet Hospital Tirana shënon një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të sistemit veterinar në Shqipëri, duke sjellë një qasje të re për trajtimin e kafshëve dhe duke vendosur një standard të ri në këtë sektor.